Në Shqipëri, skandalet e tendereve zakonisht kalojnë shpejt. Një lajm zëvendëson tjetrin, një deklaratë mbulon tjetrën dhe me kalimin e kohës, shumica e qytetarëve mbajnë mend vetëm titullin. Por ndonjëherë, mbas një ngjarje që duket si një incident i izoluar, shihet një histori shumë e madhe. Një histori që nuk fillon në kuzhinë, por në zyrat ku firmosen kontratat. Kjo histori fillon aty te dosjet që vendosin paraprakisht se kush do të furnizojë institucionet publike. Në maj 2026, vëmendja publike u përqendrua te Akademia e Sigurisë në Sauk. Kjo pasi 10 student përfunduan në spital pas ushqimit të shërbyer në mesën e institucionit. Pamjet e të rinjve që kërkonin ndjekje mjekësore krijuan një pyetje drejt për drejt. Si ishte e mundur që në institucion ku formohen efektivët e arshëm të policisë së shtetit të ndodhte një episod i tillë? Nga hetimet paraprake dolën gjetje shqetësuese. Mostrat e marra nga ushqimi u nënshtruan analizave laboratorike dhe rezultatet e publikuara nga laboratorët nxorën në pa praninë e mikroorganizmave të rrezikshëm. Institucionet publike kishin dështuar të garantonin standardet e sigurisë ushqimore dhe ato po merreshin me pasojat. Normalisht në qendër të hetimit do të ishte kompania private. Fillimisht autoriteti kombëtar i ushqimit, AKU, do të pezullonte aktivitetin e kompanisë Sori AL në pronësi të Alma Tafanit, por disa ditë më pas do ta zhbllokonte aktivitetin e Por kur dokumentet e tendrit vendosen pranë dokumenteve të kompanisë, historia ndryshon. Helmimi i studentëve nuk është thjesht një ngjarje shëndetësore. Ai është pika ku bëhen të dukshme problemet e një sistemi të tërë. Për të kuptuar këtë histori duhet të kthehemi pas në kohë, te procedura që përcaktoi se kush do të ushqente studentët e Akademisë së Sigurisë. Kontrata që lidhesh me këtë tendrin kishte një fond limit prej 279 milion lekësh ose 2.8 milion euro. Për një biznes cateringu kjo nuk është thjesht një kontratë, por një garanci për të siguruar të ardhurat të konsiderueshme për një periudhë të gjatë. Është pikërisht lloji kontratë që normalisht duhet të tërheqë konkurrencën të fortë nga kompanitë që veprojnë në këtë treg. Por kur shqyrtohen dokumentet e procedurës, rezulton se gara nuk gjan me atë që publiku imagjinon kur dëgjon fjalën tender. Në letër kishte më shumë se një pjesëmarrës. Në praktikë vetëm njëri konkurroi realisht. Kompanitë konkurruese ishin Tajti Park 2007 SHPK dhe Solid & Co SHPK, të cilat nuk dorëzuan as ofertë financiare dhe as dokumentacionet që duheshin për të siguruar kualifikimin. Praktikisht ata hyn në garë formalisht për të mos u dukur që kompania fituese ishte vetëm. Kjo e la pistën të lirë për Sori AL SHPK, e cila në fund të procesit u shpall automatikisht fituese me një ofertë shumë pranë fondit limit. Në vetvete kjo nuk provon shkelje ligjore, por dokumenton një procedurë me konkurrencë pothuajse inekzistente. Megjithatë, sa më shumë zgjerohet kërkimet tona, aq më shumë emra dhe kompani fillojnë të lidhen mes tyre. Në një treg normal, konkurrenca prodhon ulje çmimesh. Kompanitë luftojnë për të fituar kontratën duke ofruar kushte më të mira. Në këtë rast, dokumentet tregojnë një procedurë ku shteti kishte shumë pak mundësi të përfitonte nga konkurrenca. Por ky është vetëm kapitulli i parë. Teksa ulëmtimi vazhdon, emrat fillojnë të përsëriten. Kompanitë ndryshojnë, administratorët ndryshojnë dhe pronësitë trasferohen, por fiet që lidhin kompanitë mes tyre vazhdojnë të shfaqen në dokumente. Një tjetër kontratë gjigante të çon drejt qendrës spitalore universitare Nën Tereza, spitalit më të madh publik në vend. Çdo ditë aty trajtohen me mira pacient, çdo ditë shpërndahen mira racione ushqimore. Bëhet fjalë për një shërbim etik, jo vetëm nga pikpamja financiare, por edhe nga ajo njerëzore. Tendri për gatimin dhe shpërndarjen e ushqimit në QSUT kishte një fond limit që kalonte 1.1 miliard lekë ose 12 milionë euro. Një shumë që vendos këtë procedurë mes kontratave më të mëdha në sektorin e shëndetësisë. Në këtë rast, fitues rezultoi KPL SHPK, asokohej në pronësi të Sori AL me pronar fundor Alma Tafani. Me dokumente, procedura duket e rregull, por kur fillon të kontrollosh kriteret e vendosura nga vetë institucioni dhe të krahasosh me të dhënat e kompanisë, lindin pyetje që kërkojnë përgjigje. Sipas dokumenteve, kompania duhet të demonstronte se kishte kapacitet ekonomik të lartë. Ku shkruhet? Operatorët ekonomik duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020, 2021, 2022. Ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale. Pra 40% e vlerës së fondit limit në të paktën një vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare. Pra praktikisht, ajo që na thon dokumentat e tendrave është se kjo kompani duhet kishte xhiro vjetore 448.9 milion lekë në njërin prej këtyre viteve, ose 4.4 milion euro. Por pasqyrat financiare për vitet 2020, 2021 dhe 2022 tregojnë të ardhura ose xhiro më të ulët se sa kufiri kërkuar nga dokumentet e tendrit. Kjo përbën një shkelje, por në këtë rast ngrihet një pyetje e rëndësishme. Mbi çfarë baze u konsideruai përmbushur kriteri ekonomik? Kush ka bërë shpalljen e fituesit? Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara drejtohej nga Endri Mullaj, i cili ka përgjegjësi kryesore së bashku me Komisionin e Vlerësimit të Ofertave. Pasi ngelet mister, cilat janë arsyet që këta nuk e kanë skualifikuar kompaninë private. Por sa më shumë që zgjerohet kërkimi, aq më shumë historia largohet nga kuzhina dhe afrohet tek regjistrat e pronësisë. Të dhënat nga Qendra Kombëtare e Biznesit tregojnë ndryshime të njëpasqyrshme pronësie, shitje kotash, transferime, aksione dhe lëvizje të shpejta. Në duke, çdo transaksion mund të justifikohet si veprim normal biznesi, por kur këto lëvizje vendosen në të njëjtën vit kohore me tendrat
miliona euro me hetimet administrative dhe me skandalet publike, ato marrin një kuptim tjetër. Pikërisht këtu fillon pjesa më interesante e historisë, se problemi është nëse sistemi arrin të kuptojë se kush përfiton realisht nga fondet publike, pavarësisht emrave që shfaqen në dokumente. Kjo është arsyeja pse analiza e tendrave nuk mund të kufizohet vetëm te fituesi i shpallur, por kërkimet duhet të ndjekin gjurmën e pronësisë dhe gjurmën e parave. Ndryshimi i pronësisë së kompanisë KPL-SHPK ka ndikur një dinamik intensive transaksionesh brenda një rrethi të ngushtë interesash. Fillimisht, kompania Sori AL zotëronte 100% të kuotave të KPL-s. Më 29 prill 2026, përmes një kontrate shit blerje, Sori AL SHPK ja shet aksionet për vlerën 340.000 euro ortakut të saj të vetëm Alma Tafani, pra pronares. Kjo strukturë pronësie zgjati shumë pak, pasi më 3 qershor 2026 Alma Tafani transferon sërish 100% të kuotave të KPL në favor të Mario Haxhi Umerit. Ky i fundit mori automatikisht edhe rolin e administratorit të ri të kompanisë, duke larguar Dorina Zylftarin dhe duke zhvendosur zyrat qendrore nga adresa e mbarshme e përbashkët me Sori AL te Golden Park Residence, sërish drejt ambienteve pranë QSUT-s. Këto lëvizje të shpejta tregojnë se ndryshimet e pronësisë nuk janë thjesht rastësi, por ecin paralelisht me periudhat e krizave publike dhe kontrolleve administrative. Ndërturja e të njëjtave interesa pas kontratave të Akademisë së Sigurisë dhe Spitalit të QSUT-s dëshmon se si një rreth i ngushtë mbyll garat për shërbime që prekin direkt shëndetin e qytetarëve. Nëse komisionet që vlerësojnë tendrat apo inspektorët e ushqimit do të bënin punën e tyre dhe do të kontrollojnë me saktësi kriteret ligjore, to mosprëputhje mund të parandaloheshin në kohë. Por sa kohë që kontratat e mëdha publike do të jepen pa pasur një gardë vërtet dhe të hapur, siguria dhe paravat tona mbeten në rrezik. Në fund të ditës, kontrolli dhe llogaridhënia nuk janë thjesht rregulla në letër, por janë garancia e vetme për shëndetin e qytetarëve dhe për sigurinë e fondeve publike.